punë më të lehta. Jo, unë bëra një pyetje. Prita se s'ka punë tjera, turnos, s'ka vështirë. Kush ta ngel banën? Dale ti të erdhi goja, ti prit marti. Respektojnë miq tjerë. Faqezi. Është pjesa jashtë. Ne na shumë aktiv, është nga pasi. Kuzhina bëjë po. Ne të dyja ta bëjmë garderobë. Vazhdo epizod. Lavanderi? Po shumë mirë. Ta bëjmë të dyja? Okej, lavanderi. Shumë vetëm i fjalë, nëse ne do të zgjedhim punën që ne duam, normalisht do zgjedhim gjithë punë më të thjeshta, kështu që më mirë vendosi vetë gjonat atë. Jo, dakord, po gjithmonë është për mua është drejt, është Jo, për ta që kanë qenë thotë. punat që ti s'mund të bësh. Kjo është më saktë. Kush merret me grimin do merret edhe me banjën edhe me gjithë zonën aty. Kështu që mendoj minimalisht 3 veta. Jo, se na fuzi në minim. Ashtu. Jo, mendoj që një nga çunat të vendoset për pastruar tualetin në meshkuj paraprakisht. Pastaj ne gocat mund të futemi për t'i dhënë dorën e dytë. Por realisht po ndërhyj dhe unë, po meshkuj, tualet nuk pastrojnë dot me gocat. Nuk e bëjnë. Hedhin letrat, po nuk pastrojnë. Po ti Selin më beso, është shumë e padrejtë me llastu meshkujt në këtë mënyrë. Nuk ka lidhje. Nuk e bën dot. Arsyeja është sepse shoku nga vetë e burrë saj der thotë do la hale. Me vani. Po pritni po. Atë, me senza respektohet, të dyja gjinit jemi të barabarta. Femra e lan dhe djali e ndihmon duke dhënë furça gjona. Zimi këtu. Okej, nuk është e vërtetë që nuk i lani dot mirë, nuk është zona grimit, është garderoba, dakord. Gocat mund të vinë të jetin një sy. Ku ti është përcaktuar puna, të jetë pak më i tërhequr që të lënë vend për gjë. Gocave i shkakton. Bezdi mund t'i mbledhë një djalë. Po patjetër. Tani kjo tualeti që shumë e rëndësishme mund ta bëjë një bash. Unë bravo Selin. Shumë dakord për Selin. Shto perfekt, po jo që unë ditëm dhe facoleta. Jo ti, po këtë po thonë pra, ditëm dhe facoleta. Jo, ma jo dhe ti që të kemi banjës bëjt, po nuk jam i sigur që zvita bëjnë Vini mashën të mbledhe facoleta në banjë. Po fare s'ka lidhje, patjetër që di. Duke qenë se janë bashkë, dhoma e grimit, bashkë me tualetet dhe zonën e dusheve, mendoj që të bëj Juxhin, Stelinën dhe Brikenën. Bravo. Okej? Njeriu. Zona grimit, edhe dushet, është ajo, janë lavamanët jashtë.